Ky episod u mundësua nga Vodafone, Abibank, Melia, Lajthiza, Metropolitan, Tumo. Lesis është një markë kremi, por në fakt kremit janë tre motrat. Historia e të cilave është aq e bukur, aq interesante. Unë e kam nisur nga e para, e madhja, sepse ajo është zanafilla e të gjithave, po do t'i takoj, premtoj të gjitha, shpresoj që po paktën. Aida Hoxha, mirë se erdhe në Zë më mirën podcast. Faleminderit për ftesën. Shiko, historia jote është një histori që ngjan me gjithë historitë e shqiptarëve që kanë nisur në një anije, në atë anijen e famshme të Durrësit, që u nis nga Durrësi në 91-shin, dhe po nuk ka përfunduar si shumica, nuk është një histori interesante në fakt, me ulje ngritje. Po unë në fakt pyetja e parë që kam për ty është nëse kur e mendon atë vajzën 18 vjeçare në anijen duke ikur për në Itali, po ta takoje sot, çfarë do t'i thoje? Do t'i thoja asgjë më shumë se ato që kam bërë. E kam lënë Durrësin me një ëndër të madhe për të përqafuar në çik botën jashtë Shqipërisë, se unë kam lindur në kohën e komunizmit, jam rritur në kohën e komunizmit, edhe kisha shumë ëndra. Mendoja gjithmonë si janë adoleshentët nga ana tjetër e detit. Kishim këtë kufizim të madh nëpërmjet Shqipërisë, edhe pse televizioni italian ka bërë pjesë gjithmonë, sidomos ne dursakëve, jemi rritur me televizionin italian. Jo, do t'i thoja vazhdo ec përpara, ndiq ëndrrën tënde, edhe atë që kam bërë gjithë jetën, them drejtën. Kam ndjekur gjithmonë atë që kam ndjer. E gabuar apo jo. Si i ke ti, 18 vjeçe vajzë në 91-shin vetëm me anije për në Itali? Unë i kisha premtuar një gjë prindërve, që s'do ta bëja asnjëherë kartën e identitetit shqiptar, në qoftë se nuk arrija të bëja pasaportën për të udhëtuar jashtë shtetit. Kisha këtë ëndër të madhe. Edhe nuk e bëra, nuk e di tani në Shqipëri, për atë kohë në moshën 16 vjeçare bëje kartën e identitetit. Edhe kur u hapën dyert e portit, mora motrën time 14 vjeçare, pothuajse me forcë. Edhe hypa në atë anije, biles, ne s'kemi qenë keq ekonomikisht atëherë, edhe më kujtohet kishim $200 në shtëpi, po $200 në fundit e viteve 90-91 ishin pasuri e madhe, tani është qesharake. Edhe i mora, edhe mami më tha, më ku po ikën? Jo, babit në mëngjesit thash, babi thashon të përshëndes se do iki. Nuk e morim në të vërtet, tha, mirë, tha, rrugë të mbarë. Kurse mamit i thash do iki edhe mora dhe dollarët, edhe mami më tha, ku do ikosh, tha, lej lekët aty edhe rrin shtëpi. Thashën, okej, thashën lekët do i lej, thashën, po në shtëpi nuk ri. Edhe në qoftë se ti do që unë të vdes për bukën e gojës rrugëve të Italisë, mbaj dhe lekët. Edhe më kujtohet mami që më tha, Meri, tha, po ktheu në shtëpi. Edhe unë i kam bërë shkallët e pallatit me idenë që do ta merja atë rrugë, isha shumë e vendosur. Edhe rrugës duke ikur për ke porti, doja të ktheja kokën mrapa, po thoja nëse shoh mamin në dritare, nuk arri do të eci më përpara. Kështu që me atë përqendrimi që të hecja të arrija ke porti, se ktheva asnjëherë kokën mrapa, po isha i sigurt që mami ishte aty. Motra erdhi, arriti ta marrësh? Motra ishte studion ke Gjergj Kastrioti, gjimnazi Gjergj Kastrioti në Durrës, që është afër Vollgave. Edhe kishte dalë me shoqërinë aty dhe i kisha thënë më prit aty se do vi, i kisha bërë një çik i kisha rrëthyer një ëndër edhe motrës 14 vjeçare. Edhe mora dhe motra duke hyrë shkallët e anijes, u pendua, tha jo, tha unë do kthehem ke mami ke babi, tha ku do shkoj. Edhe e kam marrë prej beli, e kam shtyr, e kam thënë hec përpara dhe mos më thuaj asnjë fjalë më shumë. Pastaj ishte interesante aty që takova gjithë Durrësin. Edhe shumë çuna të Durrësit. Gjithë Durrësin në një anije. Në një anije, edhe shumë çuna të Durrësit ishin aty, tha, goca Dullës, çfarë bën ti këtu? Tash unë ikin në Itali, po e dim babi? Po i thash sot mëngjes. Edhe ato punonin me babin, ishin punëtorët e babit, se babi ka qenë përgjegjës në UMB. Edhe me njëherë më morën mua dhe motrën edhe më na vuan në një kabinë marinarësh,
Edhe ne edhe pse ishin 20.000 veta në atë anije, ne kemi bërë një udhëtim të mrekullueshëm. Për kontekstin atëhershëm, ka qenë si një business class. Ishte business class, isha në gabinën e marinarëve dhe ishim shumë pak veta, dhe me thënë nuk e pash atë ulërim, atë vuajtje që njerëzit ishin... Zbritet në Bari apo në Bologna? Në Brindisi. Në Brindisi, po. Edhe aty babi pastaj erdhi me një herë se e mori vesh, edhe me anijen tjetër erdhi babi na mori dhe më tha, dëgjoj, në qoftë se nuk rregullohemi për 3 ditë, ne do kthehemi në shtëpi, se s'kemi nevojë, unë s'kam nevojë të rrijet, bëj punëtorët. Vërtet, ky ishte kriteri për 3 ditë? Po. E unë i thash, e vdekur po gjallë jo. Ti ke shkuar, le të themi në kohën e dur, ke qenë shumë e re për të bërë shkollën dhe ti besoj fillimisht, nuk e di, për 3 ditë e zgjidhet çështja e ndjetesës atje? Kemi qenë shumë e fat. Kemi qenë shumë e fat, por nuk e zgjidhem për 3 ditë. Kemi qenë me shumë fat se ikëm në Milano edhe aty takuam disa murgesha, edhe ato na sistemuan në për vilat e tyre. Për 2 muaj në Milano, shumë afër Piazzës Duomo, edhe pastaj na dhanë një vilë në Bologna, se do ta rindërtonin atë monasterin. Edhe na spostuan në Bologna dhe aty na dhanë një vilë për një 2-3 vite, ku ne ndihmonin dhe shqiptarë të tjerë shumë. I ndihmonin, vinin hanin, lajshin, lanin rrobat, disa nga njerëzit tanë kemi edhe sistemuar aty. Tek vila tek manastiri. Ishte një vilë e bukur. Për arsye të kishin manastirin e vet, po kishin edhe vila po aty në njëjtën kopësht. Edhe ne na dhanë këtë vilën që ishte 3 katëshe, edhe kështu që kemi sistemuar shumë fis edhe njerëz. Edhe vetë filluam të ecim me hapat e para. Punove fillimisht? Kam punuar shumë, Biles. Kam punuar në për hotele, kam punuar në për bare, kam punuar gjithandej. Gjithandej, pastaj prioriteti jonë edhe i prindërve tanë rrofshin ato se ato e filluan jo nga zero, por nga minusi, edhe pse këtu, siç thash, babi nuk kishte punuar ndonjëherë. Se shumë shqiptarë në rinin e tyre kishin punuar nënthonjza relativisht, për arsye se babi ka qenë dhe futbollist. Edhe aty filloi nga minusi, jo nga zero. Edhe unë kam punuar shumë për arsye se isha më e madhe e motrave, kështu që kisha një përgjegjësi, ndjesha shumë e përgjegjshme që ato të bëjshin dikush, të ecnin përpara, të studionin dhe të ishin të parat. Biles, edhe pse nuk kishim të ardhura, motrat e mia të dyja kanë bërë shkollë private në shkollën e mesme, se doja që të ishin gjithmonë al top. Unë duke sakrifikuar, duke bërë 2-3 punë, edhe studioja, edhe prindemi gjithashtu, kështu që ka qenë heroj. Ti studiove, fillimisht kishe ëndër kineman dhe ke praktikuar? Unë kam shkuar në Itali për të studiuar art. Pastaj, për të financuar artin, bëra një universitet infermieristik. Për arsye se thash se nuk i di se si shkon jeta, është një punë që mund ta gjej gjithandej. Pra mund të ishe edhe infermiere. Edhe infermiere. Edhe pastaj, kur mbarova 3 vitet e studimeve, u regjistrova për të studiuar art. Motra në ato vite dyta mbaroi shkollën dhe më tha, Aida, ti që je mirë në kimi, tha, pse nuk studojmë bashkë kimi farmaci? Edhe një të nesër me shkojmë në Paris edhe krijojmë kremat tonë, linjën tonë. Në çfarë viti ishte kjo ky dialog? Kjo ka qenë 1994-ën, mos gaboj, jo, 97-ën. Në 97-ën. Diçka e tillë. Po, 97-ën, po. Se mbarova universitetin e parë, pastaj kjo do ishte i dyti. Edhe unë për dashurinë e saj thash, okay, çfarë ti bëja? Ma kërkoi. Tha, kështu që të ndihmosh pak, tha, me kimin e tjera dhe ajo doli më e mirë se unë pastaj. Ajo e ka krijuar kremin lesis. Ajo e ka krijuar. Kështu që bëra 3 vjet kimi farmaci, pastaj në atë periudhë u vra në kontakt përsëri me botën e artit, edhe e lash degën edhe studiova arts në Bologna. Po shumë interesante këto lëvizjet, oscilacion të zigzaket e tua. Se kam qenë e mirë dhe në letërsi ose në shkencat humaniste dhe në shkencë.
Pastaj nga aty shkova në Rom që studiova dhe aty art edhe pastaj bëra specializimin në keraj si skenariste. Edhe në të njëjtën kohë punoja në psikiatri, punoja në shumë... Okej, në 90, diku tek 97-a, motra që quhet Rovena, ajo është kimistja. Ajo është kimistja, farmaciste. E pati atë idenë e parë, pati shkëndijën e parë, që ndoshta ju mund të bënit një krem. Ka qenë ëndra e saj, po. Ka qenë ëndra e saj. Dhe si u rikthyet tek ëndra e Rovenës për kremin Lesis? Mua më ndodhi diçka në 2014 për arsye se u smura. Edhe që nga aty deri për një 10 vite kam bërë terapi shumë intensive, për vite të tëra, sa që lëkura ime u vyshk. Nuk e kishte më, arkitektura e lëkurës nuk e kishte më atë shkëlqimin ose atë formën që mund të kishte në një vajzë në moshën time. Provova shumë kremra të tilla, edhe me të vërtet më jepnin atë sensacionin e silk të setës, po nuk kishte asnjë lloj rigjenerimi. Kështu që motra filloi dhe të mendonte me vërtet në atë ëndrrën e vet, po këtë rallë ndryshe. Këtë rallë të rigjeneronte, jo vetëm të vinte një mask në lëkurë ose vetëm thjesht hidratim, po të rigjeneronte qelizën e lëkurës nga brenda. Ajo mendoi për kremin që i duhej motrës së smur. Po. Nuk më shifte. Nuk ishte një krem bukurie, ishte një krem ishte shëndeti. Një krem 360 gradë. Bukurie, absolutisht, se jemi femra edhe bukuria është pjesë e një vajze, po mbi të gjitha ishte që të rivitalizonte lëkurën, të më jepte ato vitet që më kishin ikur nga gjithë të terapi, edhe të më mbante këtë revitalizim sa më gjatë. Kështu që mendoj që të formulonte këto, edhe mbi të gjitha ajo çdo ingredient që është në kremrat tonë ka një pse. Edhe mbi të gjitha 97%, 98% janë ingredient natyral. Se nuk donte që unë të vija më chemicals në fytyrë. Kimikate. I kam kremrat e Lesisë mi ka sjell Aida, edhe me si pres do t'i provoj vërtet. Nuk është reklam, se nuk t'ka marrë për reklam, më pëlqen shumë, jam e frymëzuar nga historia juaj. Dhe do flasim për gjithë kremrat, po ajo që më kuriozon është se si e gjeti formulën e duhur, motra. Ka bërë shumë prova. Dhe donte një ingredient që të ishte shumë afër me lëkurën, që të kishte të njëjtat veti të lëkurës, edhe zgjodhi kaviar. Kaviari është shumë i pasur me omega 3, sali minerali, vitamina. Kripra minerale. Kripra minerale, vitamina, ka peptide. Ka çdo gjë. Ajo e krijoi dhe biles vuri një përqindje shumë të lartë të kaviarit, edhe plus vuri aktiv të tjerë, jo vetëm kaviari. Me thënë kaviari me të vërtet të jep gjithë këto gjëra, po donte edhe aktiv të tjerë që ta mbanin këtë strukturën e lëkurës sipër dhe të stimulonin kolagjenin, edhe të stimulonin edhe produksionin e elastinës, ta mbanin sa më elasticitetin. Po, elasticitetin. E kuptoj. Fillimisht e bëri kremin vetëm për ty? Vetëm për mua. Po. Dhe më pas se provuat, ju pëlqeu edhe? E bëri kremin për mua, po në fshehtësi ajo kishte provuar në shumë, se kishte bërë teste klinike me shumë klientë. Shkonte ke ky laborator gjithmonë edhe që e ndihmoi. Kishte bërë testet edhe në laborator, kimike, gjitha. Pastaj e provoj ke unë, edhe pam një ndryshim të lëkurës në shumë pak ditë. Filloi të rigjenerohej, elasticiteti i lëkurës ishte i ndryshëm, ishte më i mbushur fytyra. Merita e kaviarit. Kaviarit, acidi hyaluronik, për shembull edhe siero, serumi, ka doppio përqindje të acidit hyaluronik me pesha molekulare të ndryshme, edhe ka edhe arginin që është botox-like, është një peptid që quhet botox-like, për arsye se ndihmon shumë ke të shtrin lëkurën. Të shtrin. Okej, shumë mirë. Ke rrudhat shumë të holla.
Po, shumë bukur. Ky është mbrojtësi i diellit. Mbrojtësi i diellit është shumë kurioz edhe mbrojtësi i diellit, për arsye se si të thash ajo nuk donte në asnjë mënyrë që unë të vija kimikale në fytyrë, edhe të gjitha filtrat që të mbrojnë nga ultraviolet, rrezet ultraviolet, i ka inkapsuluar, edhe nuk vin asnjëherë absorbt nga lëkura. Nga lëkura absorbohet vetëm kaviari, acidi hyaluranik, kështu që ti je gjithmonë edhe në det ose në rrugës, je gjithmonë hidratuar, por nuk ka asnjë lloj kimikale në fytyrë. Nuk kanë silikon, nuk kanë paraben, nuk kanë asnjë gjë. Tani ku është kremi? Kremin e shesim në Londër, e shesim në Londër, se unë punoj në mjekësinë estetike. E shesim në Itali, në Bologna. Jam në tratativ me Le Bon Marché a Parigi, në Paris, që ato janë të dashuruar nga produktet tona. Edhe tani jemi në disa biseda edhe në këtu në Shqipëri. Do ishte shumë mirë. Po, në disa qendra prestigjioze të Shqipërisë. Por ne do ishte nder i madh për arsye se jemi 3 vajza shqiptare dhe pse jo të fillojmë që këtu do ishte mrekulli. Po, do ishte shumë mirë dhe për Shqipërinë dhe për 3 motra shqiptare që kanë bërë kremin e tyre lesis. Ka shumë në fakt, ka përpjekje të vajzave dhe të grave për të bërë sipërmarrjet e tyre dhe kur bëhen edhe ndërkombëtare, është gjë shumë e mirë. Unë thash në fillim, Aida, që janë të 3 motrat janë për podcast. Dhe shpresoj që ta takoj Rovenën në të ardhmen, po do doja të tregosh për të treja ato, për të dyja motrat e tjera, se të tretën e kam këtu. Rovena e dyta, farmacistja, thash ka qenë shumë e bukur, kur ishte e re ngjante shumë me Cindy Crawford, edhe unë e kam shtyr në mënyrë jashtëzakonshme të hynte në botën e artit, pa ajo s'ka qenë asnjëherë interesuar. Në fakt e kam shtyr të bënte këto provinet për veline. Edhe e bëri, sa Antonio Ricci ishte shumë interesuar ndaj asaj, po mori ato lekët si studente dhe nuk ishte fare interesuar dhe më vinte aq inat se shikoje kapacitet. Kishte shumë kapacitet, ja. Kurse Bruna është qershiu mbi tort, më e vogla, edhe pse është 44 vjeç tani, na duket sikur është fëmia e shtëpisë. Shumë e shkathët, ajo punon në Alta Moda, i shoh që ka një produksion kompanie në fashion, kur bëjnë... Kompani prodhimi në mod, në fashion? Në mod, po. Ato kanë veshur të gjithë politikanët ndërkombëtar, duke përfshirë edhe Clinton, Ryan Jordania, shumë njerëz të tjerë, janë më të mirët në botë për lëkurë dhe copa prestigioze. Edhe Bruna punon aty. Si quhet? Heta Breads. Heta Breads. Heta Breads ato kanë qenë në 1960 që janë në merkat, por në ato kohë italianët në botë shiheshin si kinezët sot, no? Made in China ishte made in Italy. Kështu që gjyshja e kunatit tim për të mos patur atë soundin e italianes, e bëri si gjermane, Heta Breads, vuri akronimat e emrave të vet, edhe i vuri dhe një h përpara që të mos tingëllon të italian. Që të mos paragjykohej. Edhe në atë kohë ajo ka veshur Liz Taylor edhe shumë aktore italiane, amerikane të Hollywoodit. Okej. Janë këto firmat, këto markat që janë kështu luksi heshtur, i qetë, që nuk bërtet. Ato kanë qenë gjithmonë luksi heshtur. Tani janë duke munduar të hynë më shumë në market. Prodhojnë dhe për të tjerë, kanë prodhuar për Pradën, për Hermes, tani prodhojnë për Stefano Ricci. Një nga fundet e tyre është në Muzeun Metropolitan të New Yorkut, si testimoniancë. Si dëshmi. Dëshmi, shqipja ime. Si dëshmi e modës italiane. Edhe motra aty, përveç kësajt, ka dhe biznesin e vetë, merret me jewelry, me bijuteri. Në fakt, to janë ato që kenë dorë disa që ato më kanë dhuru, më ka bërë, Lesis, Aida edhe. Tani ka bërë një kontrat me Miu Miu, për të bërë sa accessorized Bruna, e vogla. Edhe kështu jemi në çik të shpërndara sa ndaj këtej, po Lesis jemi të treja bashkë për Lesis.
Po shumë bukur, edhe që të treja njëra një histori më e veçantë se sa tjetra. Rovena është e përqendruar tek kremi. Tek kremi, po. Rovena ku jeton? Të dyja në Bologna. Të dyja në Bologna. Vetëm unë jetoj në Londër. Pse u zhvendose në Londër? Në Londër u zhvendosa për arsye se kur mbarova punën ke Rai, isha e përfshirë ke një transmision italian në Rai 2, edhe ma zlitonin gjithmonë dhe më shumë, s'e kanë italianët, po gjithë në artë, mendoj. Zlitonin sa më shumë program, jo tani, jo pastaj, jo padinit e pastaj, edhe motrat e mia në atë periudhë ishin në Londër për një eksperiencë gjuhë. Edhe herën e tretë që më morën telefon, më kujtoj se tani ka qenë e shtun, unë kisha këto penxhere të hapur edhe po shkruaja, dhe morën telefon, thanë, Aida nuk fillon me produksionin qershor, po do fillojnë shtator. Edhe nuk e di, pata një instinkt, kam bërë biletën për 10 minuta, kam bërë biletën për në Londër. Është krejt e kuptueshme kjo, se ti ke marrë dhe anijen 18 vjeç për një instinkt. Po më pëlqejnë instinktet e tua. Edhe u nisa, u ktheva prapë për arsye se kisha bërë një kontratë, mora pjesë në Festivalin Internacional të Teatrit, ku edhe performova dhe kisha shkruar një pjesë të pjesës teatrale, edhe pastaj nuk u ktheva më. Hika për gjithmonë dhe nuk u ktheva. Më pëlqeu shumë si qytet. Shumë dinamik. Energjik, qyteti energjik. Shumë, energjik, dinamik, ka shumë art, ka gjithmonë gjëra për të bërë, njeh botën. Tani ti atje ke një klinikë tënde apo punon diku tjetër? Kam edhe biznesin tim edhe bashkëpunoj me tjerët disa herë. Okej. Dhe çfarë ofron? Unë bëj mjekësinë estetike, zbukurime, botox, filler, rigjenerim lëkure, të gjitha ato që duan të jenë të mirëmbajtura, por nuk më pëlqen të transformojnë njerëzit. Jam shumë ke natyralja. Në fakt gjithë klientët e mi janë klientë që kanë një lloj farë statusi dhe nuk duan të shpërfytyrohen. Duan një farë lloj thjeshtësi elegante, po e mirëmbajtur. Korrigjime të vogla që të rinë brenda natyrës. Absolutisht. Unë jam pro edhe lifting, kirurgjisë plastike, absolutisht. Por gjithmonë në mënyrë natyrale, mendoj. Klientët e tu janë shqiptarë apo nuk është e thënë? Kam dhe shqiptar. Kam edhe shqiptar. Kam edhe shqiptar, po kam edhe internacional. Kam shumë njerëz që punojnë nëpër banka. Kam stilistën e Stella McCartneyt si kliente, kam art directors of Charlotte Tilbury. Charlotte Tilbury, më pëlqen shkëlqimi i saj. Kam fotografin e Givenchy e Stella McCartneyt. Kam shumë kategori të ndryshme. E di çfarë po mendoj unë, Aida, ndërkohë që ti tregon, është se përgjithsisht takohem me njerëzit, po nisem edhe nga vetja ime. Njerëzit bëjnë një gjë ose dy gjëra, ose dy gjëra që kanë lidhje me njëra tjetrën. Pra, si mundet një njeri të ndërtoj një jetë duke bërë gjëra diametralisht të kundërta, po duke i bërë paralelisht. Pra, ke dhe i edhe... Kurioziteti? Kurioziteti ndoshta? Edhe unë mendoj se gjërat të ndërlidhen në jetë, për arsye se arti është në çdo qelisë të çdo gjëje. Kështu që besoj se është ndonjë kufi nëse ke një mendje kreative. Se dhe kremat, për shembull, po ti shohësh janë një farloj kreativiteti, no? Përkundrazi, unë para 2 vitesh mbarova dhe një master degree në chemical research, në kërkime shkencore kimike, ku kërkimet e mia u bën në kolagjen dhe në lëkurë, në skin aging. Edhe në njëjtën kohë mbaroja po shkruaja musicalin apo bëja networking për musical, kështu që. Të gjitha gratë janë duke kërkuar kolagjenin, tashmë e kanë zëvendësuar princin me kolagjenin. Kanë bërë shumë mirë. Po shumë, absolutisht, absolutisht. Dikush që nuk të deluzon është kolagjeni. Je elegante. Ka një dietë në jetën tënde? Dieta jo shumë. Jo shumë, dieta ime është mami. Është genetika. Jo, nuk më lën të shëndoshem. Mamin e kemi heroin. Mamin e takova dhe mami ishte një Sofia Loren në fakt. Po, ka qenë shumë e mirë, është mos kur që në re tani është po plaket dhe ajo. Po, jo, na ka mbajtur gjithmonë me këmbë në tokë, po edhe në të njëjtën kohë mos dorëzohemi asnjëherë.
edhe gjatë sëmundjeve të mia ka qenë aty gjithmonë si gjithë nënat, ja, e përkushtuar, po sa mbaroja trajtimet e kështu, më thoshe mo, çau, s'ka vend për të ndojtur ulur e për të parë tavanin. Ka qenë shumë kurajues. Biles, klientët e parë në Londër më ka gjithë ajo mua. Po, shkonte në Giro, që shifte italian lavdie. Që shifte italian ose shqiptar, thoshte, goca ime është specializuar kështu, se ndonte që të rifilloja aktivitetin përsëri. Aida, se unë i pyes vazhdimisht edhe shqiptarët që kanë bërë sukses dhe kjo historia jote dhe historia e motrave të tua është një histori suksesi. Më the që në fillim patët fat me takimin me Murgeshat, apo me atë vilën që morët, por si bëhen gjërat në jetë? Bëhen me para apo me punë jashtë masë? Çdo njeri ka deontologjinë e vet të jetës. Edhe ato që kanë para edhe që duan të ecin përpara, duhet të punojnë shumë. Unë mendoj puna është baza. Do e kishe bërë dhe pa ato $200? Ato $200 realizova që kur shkova në Itali, nuk mbjetoje dot as për 2 javë. Kështu që unë kam filluar nga minusi. Po të kanë dhënë besim për të marrë anijen? Absolutisht. Jo, po do shkoja edhe për ato. Çfarë raporti ke me parat sot? Nuk jam materialiste fare. S'ke qenë asnjëherë, u bëre kështu pas sëmundjes? Jo, s'kam qenë asnjëherë. Kam qenë më shumë ndëruese se sa materialiste, edhe kam kuptuar shumë vonë që parat janë një accessorize i mirë në jetë, të ndihmojnë në shumë gjëra, por nuk e kam dhënë asnjëherë rëndësinë e duhur. Cili është vendimi më i mirë që ke marrë në jetë? Të gjitha ato që kam bërë deri më sot kanë qenë vendimet e mira, për arsye se të mendosh tani çka ka ikur është unfair, nuk është e drejtë, për arsye se kur ka marrë vendime kur isha 18 vjeçe, mora atë vendim se ndjeja atë gjë. Kur e mora 25 vjeçe e ndjeja po atë gjë, edhe kështu që i kam marrë të gjitha vendimet që kam marrë unë i kam marrë sepse i kam dashur, përveç sëmundjes, kuptohet. Po vendimet e tjera i kam dashur, kështu që kanë qenë gjithë të mira. Kam folur me ty disa herë dhe di atë historinë deri diku disa gjëra. Sot po mësoj shumë të tjera, sepse vetëm në telefon kemi folur, po nuk të kam pyetur asnjëherë për jetën tënde personale. Nuk jam një natyrë që përpiqem të fus hundet në privatësinë e të tjerëve, po a ka një si është jeta jote? Unë jetën personale s'kam dash asnjëherë fëmijë. Kam qenë shumë e bindur për këtë gjë, që kam qenë shumë e re. Nuk e di nëse kam për arsye se kam qenë motra e madhe edhe kam pat një përkujdesje dhe një dashuri të pafund për motrat e mia. Edhe sot e kësa ditë i konsideroj si fëmijët e mi. Nganjëherë më thonë, e kemi një nanë. Ida ime personale, kam qenë në relacion 10 vjet me dikë në Angli, edhe jam single nga 3-4 ditë. Po nuk quhet, jepi pak kohë. Jo, e mora unë vendimin. Dakor. Për arsye se nganjëherë njeriu ndjen që ka ndryshuar. Nuk e di, pata këtë ndjesi që nuk më përmbushte më. Edhe thash jeta, sidomos me ato që kam kaluar unë, thash jeta është aq e shkurtër, përse duhet të jetoj këtë monotoninë akoma. U konsumua. Është një relacion që u konsumua, ai më kuptoi, nuk i pëlqeu vendimi im, por jemi adult. Shqiptar apo i huaj? I huaj, britanik. Paolo Bonoli se thoshte bukur që mos kërko të gjesh një partner për të plaku, po për të mbetur fëmijë me të. Shumë e bukur. Shumë. Dhe më pëlqeu shumë. Po, shumë e bukur. Edhe me rritjen e moshës ne kthehemi çik, duam të bëjmë atë që kemi bërë në fëmijëri ose kur ishim të rinj ose kur ishim adoleshent. Kemi atë nostalgji. Po, shumë vërtet. I pyes që të gjithë për lumturinë Aida Hoxhaj. Por s'di pse ma merr mendja përgjigjen tënde. Lumturia është një abstrakt filozofik. Do të thoja më shumë harmoninë që ne kemi në jetë. Harmoninë që kemi me vetveten, me njerëzit, me atë që bëjmë. E mira s'ka kufi, po edhe e keqja s'ka kufi. Kështu që kam filluar të normalizohem pak
pa e humbur asnjëherë ëndrrën, për arsye se jam ambicioze, por tani jam më konkrete ke gjërat. Nuk jam ajo ndërruesja, ndërrimtarja, që kam qenë 20 vite më përpara, o 15 vite më përpara, ku fluturoja, bëja shumë gjëra, se unë sapo shkova në Londër, hapa një grup të madh artistik, se doja të promovoja artin shqiptar, të organizoja Albanian Film Festival, edhe në njëjtën kohë punoja në një qendër mjekësore, ku kisha ambulatorin tim, dhe me thënë, shumë sakrifica, isha 24 orë e zënë. Tani, jap shumë kohë edhe vetvetes. Tani më pëlqen shumë të shpenzoj kohë dhe për t'u argëtuar, më përpara ishin të ndiqja ëndrat e mia, e t'i realizoja. Tani jo. Kjo është lumturia, kjo është harmonia që unë kam tani. Ekuilibër. Ekuilibri. Si është ajo kënga italiane? Equilibrio sulla follia? Il mio equilibrio sulla follia. Çfarë bën në kohën e lirë në Londër? Unë... Çfarë bën për veten, për paqen e mendjes të shpirtit? Çfarë bëj për veten time? Mua pse më pëlqen Londra, edhe ndoshta prindrit ma kanë gjetur atë pasionin tim duke më vënë dhe emrin. Unë jam një çmendur e apasionuar e muzikës klasike dhe operës. Aida e Verdit je ti? Aida e Verdit jam unë. Okay. Edhe unë kaloj shumë kohë në për teatre, në për opera, në për koncerte klasike. Edhe kur zgjen njëri shkoj dhe vetëm. Edhe biles, dashuria ime e kompozitorit kur kam qenë më e re ka qenë Bach. Po vitet e fundit, 15 vitet e fundit kam zbuluar në mënyrë më të thellë Wagner. Wagner. Edhe kur shkoj të dëgjoj Wagner nuk dua asnjëri me veten time. Është i fortë. Ka klientelën e vet, themi. Më duket se duhet ta kem përmendur në librin tim. Po e ke përmendur, po. Më duket se po. Po, Wagneri... Se dhe unë tani po e harroj librin. Se, më duket se i duke shkruar një tjetër. Ndoshta. Jo, Wagnerit nuk jo të gjithë e pëlqejnë Wagner, për arsye se është një kompozitor që është shumë i thellë, shumë dramatik, shumë i zymt. Po unë nuk e di pse gjej një romanticizëm në atë zymtësinë e Wagner. Gjithmonë e kam menduar për ju që emigroni, unë nuk kam qenë asnjëherë, nuk kam jetuar jashtë. Dhe nuk e di se si është ai habitat edhe në aspektin social, të miqësive. Se këtu ndoshta njihemi, kemi disa miqësi të vjetra, nuk ngelesh kur vetëm në Shqipëri. Ndërsa jashtë shkon edhe në opera vetëm, me thënë të drejtën gjithnjë më shumë më duket qef. Koha që kaloj me veten, vetëm. Mrekulli, është nuk kam asnjë shqetësim për vetmin, ndoshta për shkak të shenjës time Demi, nuk e di çfarë jeti. Unë jam Luan, kështu që jemi zjarr që të dyja. Shumë jam ascendent luanesh. Por si krijohen miqësitë në një ambient të ri? Se shoh që ti ke ndryshuar goxha, nga Durrësi në Itali, nga Italia në Londër. Po. Në Itali nuk ka qenë vështirë. Integrimi i shqiptarëve në Itali ka qenë shumë i thjeshtë. Jashtëmase shumë i thjeshtë. Në Angli dilja në fillim, dilja me italian, kështu që dhe aty ishe shumë e lehtë. Por mbas një viti që isha aty dhe shoqjet e mia më prezantonin të gjithë parti që shkonim, është italiane, shoqja jonë italiane, më vinte shumë bezdi. Edhe aty ajo kryelartësia për të thënë, jo, nuk jam italiane, jam shqiptare. Aty pasaj më lindi ideja që të krijoja komunitetin shqiptar në art. Një nga ambasadorët e asaj kohë më ka përkrahur jashtëmase shumë. Edhe aty fillova të bëja shumë evente. Edhe hyra dhe u vran kontakt me shqiptarët në Londër. Edhe aty filluan shoqëri të mira me disa shqiptar, plus kisha gjithmonë dhe shoqëri të tjera të shteteve të ndryshme. Shoqëritë nuk janë aq të thella, po siç të thash, nëse janë të sinqerta, bëhen të thella. Burri një shoqes time thot gjithmonë që jashtë shtetit del me njerëz, nuk janë njerëz që do të kishe zgjedhur kur je në vendin tënd, por janë njerëz që të zgjedh për të patur një shoqëri, për të dalë një mbrëmje. Kështu që nuk janë aq të thella sa janë këtu. Por disa mund të bëhen.
Ti të lë përshtypjen dhe besoj dhe atyre që do ta ndjekin këtë podcast që ke bërë atë që ke dashur dhe i ke bërë të gjitha. Por unë nuk mendoj që njerëzit kanë kohë për t'i bërë të gjitha dhe Jo, gjitha ky nuk i kanë është një bërë. paragjykim shumë pozitiv. Ka diçka që e ke peng? Që Jo, jo. jo peng nuk kam, po ndjej që nuk kam filluar akoma. Au, kjo është një Au. super mbyllje. Aida, shumë faleminderit. Uroj disa orë të këndshme në Tiranë. E di që je këtu për pak më shumë se 24 orë. Është e vërtet. As 48 orë nuk bëhen, duke diku të është e 35-a, i bëra llogaritë tua. Dhe do kthesh. Ju uroj shumë suksese. Shumë faleminderit. Të fala shumë Rovenës dhe Brunës. Faleminderit. Kurdo që ti je gati për ta rrëfyer historinë, secila motër e Do ka vendin e t'ja saj. sugjeroj. Ftesën e kanë publikisht nga unë. Shumë faleminderit, Ida. Shumë faleminderit. Edhe të uroj shumë suksese. Gjithashtu.